binjakët. Asgjë nuk ndryshon, në qoftë se nuk ndryshon në kujtesën dhe në memorien e të gjithëve. Ka thënë poetesha amerikane Alice Notley, që nuk është e shenjës binjakëve, por ka të bëj shumë me atë që ti duhet kesh parasysh në ditët në vazhdim o binjak, bura, grua, qofsh. Në javët e shkuara, ti ke ndikuar jashtëzakonisht shumë në zgjidhjen e një problemi, e një mosmarrëveshje, e një nyje që dukej tepër e koklavitur, dhe për këtë meriton fjalë shumë të mira dhe komplimenta pafund. Por puna jote nuk ka mbaruar me kaq, dashur binjak, bura, grua, qofsh. Detyra jote e ardhme është të zgjidhësh edhe të gjitha ngatresat dhe të heqësh të gjitha dyshimet për atë çka ka kaluar. Ti heqësh nga koka e njerëzve që në atë çka ti ke zgjidhur, ata kanë qenë të përfshirë, se ata s'kan qenë të përfshirë. Vetëm kështu ngatresat e së shkuarës do të sheshohen përfundimisht dhe nuk do të kujtohen më. Është detyra jote ta sqarosh këtë punë.